Pasi temperatura gjatë kësaj periudhe të verës janë ngritur mbi 30 gradë, e me çka pritet në muajin në vijim të shënojnë kulmin, Komuna e Çajirit ka nisur një platformë me motën "Çajiri në ritmin e shëndetit", me masa për mbrojtje nga temperaturat e larta të verës. Në kuadër të masave parandaluese përballë temperaturave të larta, kryetari i kësaj komune, Izet Megjiti, theksoi se janë ndërmarrë aktivitete për mbrojtjen dhe ruajtjen e shëndetit të qytetarëve. Ai tha se ekipet profesionale të komunës kanë kryer kontrollin dhe sanimin e të gjitha çezmave publike në territorin e Çajirit, ndërsa shtesë do të vendosen edhe pika me ujë në lokacionet më të frekuentuara. Gjithashtu, do të organizojmë pika informuese ku qytetarët do të mund të marrin këshilla dhe informacione bazë shëndetësore. Por kjo nuk është vetëm një aksion i përkohshëm. Sot po e shpall edhe platformën e re, Çajiri në ritmin e shëndetit. Një iniciativë afatgjate me cilën synojmë të ndërtojmë zakone më të shëndetshme, vetdije më të lartë për shëndetin dhe cilësi më të mirë të jetës për të gjithë qytetarët. Në hapësirat publike, Megjiti njoftoi se do të vendosen pika mjekësore dhe vullnetar të cilët do të japin këshilla për parandalim, ndërsa qytetarëve do të ofrohen edhe kontrolle bazë mjekësore. Kësaj nisme me këshilla dhe aktivitete edukative do t'i bashkohen edhe shtëpitë e shëndetit në Çajir, qendra për shëndetin publik dhe institucione të tjera.